Kemi njerëz të cilët kanë mërri edhe me pas funksione brenda partive politike ose kishë mërri me pri kafe edhe me ministrin e punëve të brendshme në kohën kur ai ka qenë mandate, po ashtu me pas takime me kryeministrin. Çka ka ndodhur me fotografitë e tija që i ka pas me vendosjen para arrestimit? I ka fshima. Nga leximi i komunikatës e interpretimi logjik konsideroj që ka qenë përjashtim, por deri në fund të procedurave, cilat urojmë që të përfundojnë shpejt dhe deri në fund çka? Deri në fund procedura gjyqësore. Kemi njerëz të cilët kanë mërri edhe me pas funksione brenda partive politike ose me pas role të caktuara brenda partive politike. Kemi një person me emrin Bahtiri, që tash tani s'm kujtohet, i cili Shemsi Bahtiri, i cili kishte mërri me pri kafe edhe me ministrin e punëve të brendshme në kohën kur ai ka qenë mandate, po ashtu me pas takime me kryeministrin, pra një njeri i cili ka background kriminal. Edhe në të kaluamën ka mri deri tek këto autoritete me pas qasje, pra edhe ky nuk është njëri prej njerëzve të vegjël, pra është njëri prej pjesëtarëve të grupit të Prishtinës, të cilit Çka ka ndodhur me fotografitë e tija që i ka pas me vendosjen para arrestimit? I ka fshim, masi që ka nisë me dalë, dikush është kyç në llogarinë e tij dhe tash nuk është i qatshëm në rrjetet sociale ku ai ka qenë. A kanë qenë të mençur gazetarët me downloadu? Po, janë downloaduar dhe besoj edhe prokuroria i ka downloaduar ato dhe besoj duhet me pas sqarime shumë të qarta se pse ai person ka pas pse ka qenë aktiv në këtë punë dhe pse nuk ka pas një ka dalë që është me letra antari vetëvendosjes? Ka dalë që ka qenë pjesë antari vetëvendosjes dhe ka marrë pjesë në votimet brenda strukturës, pra ka qenë njëri që ka votuar me pas kryetar Degës, që është një strukturë ajo ka dikun shtëpinë të Laça Kotra e time, nuk e di në cilën degë ka qenë, po ajo që është më rëndësishme është që ky person ka pas pasuni bukur të madhe dhe ka pas një biznes të vogël të ndërtimtarisë, ndërsa politika nuk ka mri me e kuptu që ky njeri i cili ka tonat luks, tonat tokëre të mira, nuk mundet me i bë me çat biznes, po duhet me pasë një veprimtari tjetër për me mujtë me shku deri te kjo. Pra, për mua është shumë shqetësuese që është një njeri që kaq me precedent tillë, me background tillë arrin me taku dhe kryeministrin në zyrat partisë mu fotografu me ta dhe kjo duhet mu sqaru definitivisht. Që duhet mu sqaru edhe elementet të tjera të cilat fotografi me kryeministrin me bë? Dëgjom, nuk janë fotografi të rastit. Po, dhe me kryeministrin ka fotografi edhe me ministrin. Kur po thoshin të rastit, jo që si kalimtar? Jo, janë brenda strukturës partisë, brenda zyrave të partisë, brenda në topi kafe me shoqnesh, afër ministrit, domethënë nuk mundesh me BV-ja se ka mohu që është antari i vetëvendosjes, po që s'ka asnjë pozicion, apo ka thënë? S'ka asnjë pozicion, po kanë vendosur me përjashtu. Çfarë pozicioni ka, por kanë thonë largojmë prej databazës tyre. Imagjinoni sa shumë shitet se ajo fotografi. E largojmë prej databazës, ka dalë. Lavinat, me largu prej databazës nuk nënkupton që pe largon prej partisë. Unë citova deshta me qenë besnik drejt reagimit të tyne. Dhe reagimit të shumë pyetje pa përgjigjen, fakt që ka këtë në huti, sepse kam përshtypjen që thjesht kanë dashur me kamuflu cilësinë e tij brenda subjektit dhe janë mjaftu me një tokë fjalësh që e largojnë prej databazës së partisë, duke ju shmangur kështu një farë forme, ose ma mirë me thonë, të tentu me ju shmang me të regu cilësi. Me qenë që njeri nuk e din kone ka në organizat, po asë është e udhës, veç me darë me thonë, e kena përjashtu prej partisë, ose mutëm kështë do prej organizatës, e jo me hek për databazës nuk në kupton që e ki përjashtu prej partisë. E vërtet, shikuar gjusesht, interpretimi gjusor është kjo, për kam përshtypjen thekse në këtë rast ka qenë mos me të regu rolin dhe aktivitetin e ti, cili pastaj mund me derivu deri të mundësia me fotografu me brendshme. Nga leximi i komunikatës e interpretimi logjik, konsideroj që ka qenë përjashtim, por deri në fund të procedurave, cilat urojmë që të përfundojnë shpejt dhe deri në fund çka? Deri në fund procedura gjyqësore. Do ta përjashtojnë? Jo, do ta përjashtojnë deri në fund me mundësinë e rikthimit sigurisht nëse po na nuk e kemi ndihmë prej vetëvendosjes, deklarohet që e kemi përjashtu prej partisë. Apo? Nuk e kemi ndëgju cili ka qenë roli i tij dhe konsideroj kjo është më e rëndësishme. Nuk kena dëgju pi partive tjera reagim për këtë punë, sepse të gjithë tash janë tutut, çfarë palame ka me qit ky aplikacion, ka me qit, cilë njerëz ka me qit.